Kosova ka qenë sërish pjesë e fjalimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Kësaj radhe në bordin e paqes dhe takimin e saj të parë dhe inaugurues si organizat e re ndërkombëtare. Në këtë takim në Washington, shtetin kosovar e përfaqësoi presidentja Vjosa Osmani, të cilën Trumpi e falenderoi në fillim të fjalimit të tij. Presidente Osmani e Kosovës, faleminderit shumë, po bëni punë të shkëlqyer gjithashtu. Në vazhdim të fjalimit, Trumpi e përmendi sërish Kosovën, edhe kësaj radhe kur foli për konfliktet që pretendon se i kanë dalur në botë dhe tha se kështu ndodhi edhe me Kosovën e Serbinë. Shembull Kosovë-Serbi e kemi bërë. A mund të ngriteni ju lutem? Kosova dhe Serbia, ju vlerësojmë dhe po ja dilni, e kur nuk ja dilni më thërni, ne do ta zgjidhim. Presidenti amerikan shtoi se lufta në Gaza ka përfunduar, por një nga vartësit e tij, generali amerikan Jesper Jeffers, bëri të ditur se Kosova është zotuar për të çuar trupa në Gazë, me qëllim të ofrimit të sigurisë. Jeffers, i cili është komandant i forcës ndërkombëtare të stabilizimit në Gazë, tha se Indonezia, Maroku, Kazakistani, Kosova dhe Shqipëria janë 5 shtetet e para që kanë dhënë këtë zotim. Fjalim sikur disa nga liderët e pranishëm mbajti edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai e shfrytëzoi këtë rast për ta lutur Trumpin që të bëjë diçka për gjykatën speciale në Hag, derisa ju referua ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, që po mbahet atje në paraburgim. Në këtë moment, vetëm pak muaj qëndrojnë mes njeriut që u ngrit nga rezistenca për spastrim etnik, që të bëhet paqëbërës dhe potencialisht të një rezultat shkatërrues në gjykatën që deri më tani ka dështuar në çdo hap që t'i mbajë standardet e drejtësisë demokratike. Për hir të Zotit, zoti president, le të bëjmë diçka para se, siç thoni ju, shumë gjëra tek Shqia mund të ndodhin përsëri. Rama përmendi edhe prokurorin Jack Smith. Lidershipi i presidentit Trump gjatë mandatit e tij të parë ka sjell Kosovën dhe Serbinë më afër se kurrë drejt një marrëveshjeje të paqes. Presidenti i Kosovës atëherë u ndalua brutalisht që të udhëtoi për në shtëpinë e bardhë që të nënshkruajë atë marrëveshje në prezencën e presidentit Trump dhe kjo ka qenë vepër e prokurorit Sicario që u vë pas vetë presidentit Trump dhe për të është bërë botërisht i famshëm. Takimi inaugurues i bordit të paqes u mbyll me nënshkrimin e zotimeve nga Trump për mbledhjen e fondeve, ku për të qenë prezent në këtë moment u ftua edhe presidentja Vjosa Osmani.